Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e javës së qëndrueshme që po mbahet në Abu Dhabi. Shefi i qeverisë shqiptare u prit nga presidenti Mohammed bin Zayed Al Nahyan, i cili e nderoi me medaljen më të lartë të Emirateve të Bashkuara. E mora përullësisht, plot me krenari për Shqipërinë e me mirënjohje të thellë për mikun e madh të shqiptarëve, lartësinë e tij, Sheikh Mohammed bin Zayed, si edhe për çdo shqiptar që ma ka besuar udhëheqjen dhe përfaqësimin atë dhe uton të përbashkët. Rama e konsideron Zayed një mik të shqiptarëve, ndërsa ndër vite, dy vendet kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh, me në krye marrëveshjen tripalçe mes Shqipërisë, Italisë dhe Emirateve për ndërtimin e një linje nënujore për shkëmbimin e energjisë elektrike përmes Adriatikut janarin e vitit të kaluar. Samiti i zhvillimit të qëndrueshëm në Emiratet e Bashkuara ka bërë bashkë kryetar shtetesh, lider të biznesit dhe shoqërisë civile për të diskutuar mbi sfidat dhe perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel global.